Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet tona qofshin vetëm për Allahun xhalla shanuhu, atë e falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Selamet për shëndetjet tona qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, edhe mbi mbar muslimanët që ndoqën, e ndjekin, e pasojnë rrugën Allahut deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër musliman dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të Këshillit të Bashkisë Islame të përcjelli mesazhet dhe të përcjelli urimet për këtë muaj mubarak, për këtë muaj të madh, të muftiu ton Naim Efendi Tërnava, me rastin e ardhjes të muajit të shenjtë Ramazanit. Muaj i solidaritetit, muaj i Kur'anit, muaj i sadakës dhe i zakatit, muaj i afrimit tek njerëzit, muaj që Allahu subhanahu wa ta'ala në ka të regu në Kur'an për begatit dhe mirësit dhe gjithat mirat dhe fadiletet që mund t'i përfitojnë muslimanët. Muaj që Allahu subhanahu wa ta'ala dashti të veçon krijesën njeri për gjitha krijesave tjera. Dhe këtë muaj Allahu azza wa jall thot në Kur'an: shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an huda linnasi wa bayyinati min al-huda wal furqan. Muaji Ramazanit është muaji më të cilin ka zbritur Allahu xhalla shanuhu Kur'anin. Muaj më të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti këtë Kur'an si udhërrëfyes, si drejtim për mbar njerëzit, si drejtim dhe rrugë për gjithë ata që kërkojnë rahmetin dhe mëshirën Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj vëllezër musliman, unë si kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Dragashit, ju uroj nga zemra dhe në emër të institucionit, dhe në emër të gjithë hoxhallarëve, dhe në emër të gjithë besimtarëve, dash Zoti subhanahu wa ta'ala që në këtë muaj zbet rahmeti Allahut në zemrat dhe shtëpiat tona. Përkundër vështërsive, përkundër pandemisë, përkundër shqetësimeve ndoshta tonat, ne do të mundohemi që të jemi afër jush në çdo moment. Ne do të mundohemi që këtë muaj ta begatojmë përmes ligjëratave tona në televizionin Opoja. Zoti i shpërbleft ta njerëz vullnetit mirë që në bashkëpunim me ne do të mundohemi që të jemi në çdo shtëpi, në çdo familje, në çdo besimtar, në çdo tri dhe tre, në mënyrë që të përçojmë fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër musliman, të nderuar besimtare, ju që po na përcjellni dhe po na ndiqni, e lutim Allahun subhanahu wa ta'ala në që këtë muaj Allahu të zbret rahmetin e tij tek ne dhe në familjet tona. Në këtë muaj që ka zbrit Allahu Kur'anin, në këtë muaj që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka veçuar prej ymmeteve të tjera, sepse nuk ka dyshim, sepse Allahu xhalla shanuhu ka dallu netët prej netëve tjera, ka dallu disa ditë prej ditëve tjera, ka dallu muaj prej muajve tjerë, dhe nuk ka dyshim më i zgjedhuri i gjithë këtyre muajve është muaji Ramazan, sepse në këtë muaj Allahu zbriti Kur'anin. Në këtë muaj Allahu subhanahu wa ta'ala ja mësoi njeriut qëllimin e ardhes në dynja. Dhe qëllimi i ardhes në dynja është ta njohim Allahun, ta madhnojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Në këtë muaj Allahu xhalla shanuhu e zgjodhi për ne pejgamber Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ky muaj le të jetë muaj i paqes, le të jetë muaji i vllazmillëkut, le të jetë muaji i afrimit ndërsjellët mesin e njerëzve, sepse edhe Allahu në Kur'an thot bismillah: wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Dhe ju o ju musliman, dhe ju o ju besimtar,
kapuni gjithë për litarin Allahu Gjellëshanuhu, halk pas halke, wala tafarraku, dhe mos u përçani, përkujtoni begatit të Allahut. E një prej begative vllazën të nderuar dhe ju motra, është se Allahu Gjellëshanuhu na ka dallun këtë muaj. Ky muaj me të cilin Allahu Gjellëshanuhu fal dhe shpërblen. Ky muaj që Allahu i jep çdo kujt që kërkon. Ky muaj që Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë dallohet prej muajve tjerë, sepse edhe ibadetet që bëhen në këtë muaj dallon prej muajve tjerë, sepse edhe Allahu ka thënë as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është për muaj dhe ekskluzivisht unë shpërblej për ata cilët e kalojnë këtë muaj, sepse për dallim prej ibadeteve tjera është ibadet i msheft, është ibadet sekret, është raport mes krijuesit dhe krijesës. Prandaj leti shfrytëzojmë këto begati të nderuar vëllezër dhe motra musliman. Leti shfrytëzojmë këto mirësitë Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët e tij na kanë mësu, e din fort mirë nga historia islame që e kanë lut Allahu Gjellëshanuhu 6 muaj ditë para se të vijë muaji Ramazanit, ky muaj i bekuar, ky muaj i madh, o Allah, o krijues i gjithësisë, na mundsot mirësitë tua dhe na mundsot që të jemi ne prej atyre që të agjerojmë dhe të kalojmë në ibadet, dhe të lexojmë Kur'an, dhe të japim sadak, dhe të japim zekat, dhe të ndërtojmë raportet tona familjare, dhe të ndërtojmë raportet tona miqësore, dhe të ndërtojmë raportet tona prind evlad dhe evlad prind, dhe të ndërtojmë raportet tona institucionale, sepse kjo është përgjegjësi. Kjo është amanet nga ana Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj nuk ka dyshim se ne si besimtar në këtë muaj do të mundohemi inshallah këto ditë t'i kalojmë në namaz, këto ditë t'i kalojmë në ibadet, dhe natën të kalojmë në namaz të taravis, ku me këtë rast lusë Allahun subhanahu wa ta'ala që ky muaj neve të na kthen harmonin, neve të na kthen qetësin, neve të na kthen dashurin, neve na ka munguar, sepse po jetojmë tash e një vit në një pandemi, e cila lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na kthen në normalitet, të na kthen në jetë, të përvishemi punës, të përvishemi jetës, të punojmë dhe inshallah u ta'ala dalim faqebar këtë botë dhe botë tjetër. Të nderuar vëllezër musliman, muaji Ramazanit ngërthen shumë begati në vetvete. Musa alayhis salam kur u taku me Allahun subhanahu wa ta'ala, atëherë kur bisedoi me Allahun, i tha: o Zot, o krijuesi i gjithësisë, a ka ndoj begati më të madhe se atë që kam ke dhënë mu? A ka ndonjë mirësi më të madhe dhe me mujdë më të madhe se sa që bisedove me mu? Allahu subhanahu wa ta'ala tha: ja Musa, mes meje dhe teje ekzistojnë 70.000 perde. Ne po bisedojmë, ne po komunikojmë, mirë po do të vi një ymet, dhe ajo është ymeti Muhamedit alayhis salam, që mes tyre dhe me nuk do të ketë perde, sepse njerëzit në këtë muaj të Ramazanit, përmes lutjeve, përmes namazit, përmes agjerimit, përmes sadakës dhe zekatit, përmes dhikrit dhe lutjeve dhe përmes vizitave të ndërsjellta, Allahu subhanahu wa ta'ala dhe përmes namazit të natës, Allahu afrohen qiellin e parë dunjas dhe thot: ku janë lutësit që t'ju përgjigjem lutjet e tyre? Ku janë ata që kërkojnë që t'ju jap atë çfarë për kërkojnë? Prandaj vëllezër musliman, le të jetë ky një mesazh i qartë për të gjithë ne, se këtë begati mos ta lëshojmë, këtë mirësi mos ta lëshojmë. Këto të mira që Allahu azza wa jall i ka përgatit për muslimanët dhe njerëzimin mbar, këto janë mirësitë dhe fadiletet më të mira që Allahu azza wa jall ja ka dhënë njeriut në dunja. Prandaj e lut Allahun xhalleshanuhu
që në këtë muaj Allahu Gjallëshanuhu na fal dhe të na mëshiron. E lusë Allahu Gjallëshanuhu që në këtë muaj tjetë rahmeti ti aty ku janë edhe muslimanët. E lusë Allahu Gjallëshanuhu që muslimanët përfitojnë nga ky muaj, përfitojnë faljen e Allahut, përfitojnë rahmetin e Allahut, dhe nuk ka dyshim përfitojnë xhenetin e Allahut, atëherë edhe kur do ta përcjellim këtë mysafir të Allahut në tokë. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, në kuadër të aktiviteteve që ne do të kemi në këtë muaj, kuadër gjithë atyre ne juftojmë që t'i përgjigjeni aksionit tonë, lidhur me sofrën e Ramazanit. Ne kemi shumë besimtar, elhamdulillah, që i përgjigjen këtij aksionit. Imam tonë në teren janë duke bërë një punë shkëlqyeshme lidhur me këtë punë. Zoti i shpërblet gjithë ata që po mundohen dhe po angazhohen. Po nuk ka dyshim dhe shpërblimi më i madh të Allahu është për ju që po i dilni në krah Këshillit Bashkisë Islame, gjithsesi kryesisë Bashkisë Islame, në kuadër këtij aktiviteti shumë të madh human, që t'ju dalim në mball dhe t'ju dalim ndihmë të gjithë nevojtarëve, të gjithë skamnorëve, që ne ta dajmë edhe bukën e gojës bashkë me ta, do ta dajmë gëzimin me ta, do ta ndajmë hidhrimin me ta, do t'i ndajmë të mirat dhe fadiletet e Allahut me ta, dhe nuk ka dyshim se ne si besimtar trevës ton do ta japim provimin dhe nuk do të lëm asnjë familje pa u ndihmuar, pa u solidarizuar dhe pa i dal ball, në mënyrë se dhe ata ta përjetojnë këtë kënaqësi të Allahut, dhe ata ta kenë gëzimin në fytyrat e tyre. Prandaj përgjigjuni këtij aksionit në dhënien e sadakës, dhënien e zakatit, në mënyrë që ne si Këshill i Bashkisë Islame të Kosovës të funksionojmë fal ndihmave tuaja, fal sadakës tuaj, fal zakatit tuaj, në mënyrë që fjalë Allahut të ngritet, që në mënyrë që fjalë Allahut të lartësohet dhe inshallah dalim faqebardh para Allahut ditën kur do të japim llogari. Me këtë rast ju falenderoj gjithëve dhe ju uroj një muaj të mbar, një muaj të bereqetshëm. Zoti ju shpërbleft juve, Zoti ju falt juve, Zoti na ndihmoft gjithë muslimanëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.